Një reflektim mbi në cilën gjithë na e dim, surën Ikhlas. Kul huwallahu ehad. Kul huwallahu ehad, sunullah, është një sure madhështore, 1/3 e Kur'anit, nga hadithet e Resulullahit mësojmë, por në surën Ikhlas më lejo që ta veçoj veç ajetin e dytë të kësaj sureje, Allahu Samad. Allahu Samad. Ju, edhe unë, po edhe një dërmues i madh, një pjesë e madhe e shikuesve, pjesa dërmuese, e din surën Ikhlas, pra Kul huwallahin. Ta dish Kul huwallahin e të jesh neglizhent, mos ta dish kuptimin e saj, më lejo të shprehna, është pak marrë. Ta dim kuptimin, do me thonjën. Kul huwallahu ahad, thua jo Muhammed, Allahu ahad, Allahu është një i vetmi, nuk do të ndalemi këtu. Por Allahu Samad, ti vëlla besimtar, motër muslimane, i ri e i vjetër, i ngritur e më pak i ngritur, a din vërtet pash Allahun do e dorën zemër, a din kuptimin e do me thonjen e fjales Allahu Samad. Do me thonë, Allahu është absoluti. Çka do me thonë? Allahu krijuesi jon, furnizuesi jon, jedhënësi jon, ai cili edhe na merr, na vdes. Allahu me një ajet Kur'anit thot Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum. Allahu është ai i cili krijoi vdekjen dhe jetën, që juve t'ju sprovoj, t'ju testoj. Ejukum ahsenu amela, kush prej juve do t'jetë më vepërmiri. A mendon njeriu që është kriju kot, pa qëllim? Ky njeriu është kriju që Allahun me e besu. Ky njeri është kriju që ai të jetë në të dijet plot se ai është i nevojshëm për Allahun. Pse se Allah është absoluti. Që do me thonë, të gjitha krijesat, çdo gjë që Allahu ka kriju, ka nevojë për Allahun. Sa është madhështore, do me thonëse dhe kuptim plote Allahu Samad, Allahu e zbriti Kur'anin, Kur'an po e dim sunullah që janë 112 sure. 110 është surja Ikhlas. Kurse fjalën Es-Samad, Allahu Samad, për sureve më të shkurta. A ki vështirë ta gjesh këtë fjalë? Jo, se ki vështirë, se vetë njëherë përmendet. Nga Fatiha, Bekara, Ali Imran, Nisaja, e të poshtë, deri te Kul huwallahu ahad, dhe pas Kul huwallahu vjen Kul a'udhu birabbil falaq, dhe Kul a'udhu birabbin nas, Allahu Samad vetëm se njëherë është përmend. Pra Allahu është absoluti. Të gjitha krijesat kanë nevojë për Allahun. Unë dhe ti kur e lexojmë, duhet të meditojmë se unë kur e lexoj Kul huwallahin e kur vite fjala ajeti dytë, Allahu Samad, Allahu është absoluti. Allahut i përgjërohet çdo gjë, këtu shtohet imani. Ngritet niveli besimit, për kushtimit dhe mbështetjes në Allahun Azza wa Jall. Allahu na mundsof që ne të meditojmë në fjalët e tij e të marrim mësime edhe nga një fjalë apo nga një ajet apo edhe nga një sure. Shkurtimisht për këtë pjesë me kaq po e përmbylli. Allah, subhanallah.